nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetar, ne ishim prapë sot në sallën e Kuvendit për të kërkuar kthimin e funksionalitetit të Kuvendit të Kosovës. Sot është dita e 20 prej kur Kosova ka dalë jashtë rendit kushtetues. Sot në Kosovë nuk mbizotron rendi kushtetues, nuk mbizotron rendi ligjor. Sot institucionet e Kosovës i ka marrë peng një njeri i cili ka kërkuar votën e qytetarëve për të punuar në këtë vend, mirë po atë votë po e shfrytëzon për të penguar funksionimin normal të institucioneve të Kosovës. Albin Kurti ka marrë peng Kosovën dhe ka marrë peng institucionet e Kosovës. Dhe këtë nuk guxojmë ta lejojmë dhe as nuk do ta lejojmë. Ne çdo ditë jemi edhe para ndërtesës të qeverisë për t'i kërkuar kthimin në kuvend dhe konstituimin e kuvendit të Kosovës. Po protestojmë, po bëjmë aktivitet në mënyrë paqësore, në mënyrë të qetë për t'i përcjellë mesazhin e qartë. Mirë po, kjo situatë nuk mund të vazhdoj pafundësisht. Ai duhet të kthehet në kuvend dhe të mundsoj funksionimin normal të kuvendit. Përndryshe, pakënaqësia qytetare dhe rrjedhimisht edhe durimi edhe i partive opozitare dhe në këtë rast i Partisë Demokratike të Kosovës nuk do të jetë i pafund dhe do të përdorim mjete demokratike për të shtyrë ata njerëz që kanë marrë peng Kosovën, ta kthejnë Kosovën në binar kushtetues dhe në binar të një shteti normal. Kjo situatë tashmë po duket që ka rshit në një teren që nuk e kemi imagjinuar ndonjëherë, që një parti shqiptare e Kosovës ti marrë peng institucionet dhe të pengoj funksionimin e shtetit të Kosovës. Mirë po, ne do të vazhdojmë, të jemi këtu dhe ku do që nevojitet për të kthyer Kosovën në binar normal. Do të vazhdojmë me kërkesat tona të vazhdueshme, do të jemi këtu prapë pas 48 orëve me kërkesën e njëjtë, kthimin e kuvendit Kosovës deputetëve dhe kthimin e institucioneve në shërbim të qytetarëve. Faleminderit. Po. Shqyqoni, diskutimet për presidentin mund vazhdojnë edhe pas konstituimit të kuvendit. Dihet qartë se pas ditës së konstituimit të kuvendit janë edhe 60 ditë për të zgjedhur presidentin. Nuk ka asnjë arsye të vetme të mbahet konstituimi i kuvendit peng i diskutimeve që po ndodhin për presidentin. Kjo është një lojë politike, kjo është një strategji për të blerë kohë. Pse po i nevojitet kjo blerje e kohës, nuk mund ta dim, po ajo është e qartë se nuk ka vullnet për t'i dhënë Kosovës institucione në këtë fazë. Taktizimet e tilla me negociata që nuk përfundojnë kurrë nuk mund të arsyetojnë bllokadën e institucioneve. Kështu që ne presim që të kthehen në kuvend, të konstituojnë kuvendin dhe pastaj kanë kohën e nevojshme në dispozicion për t'i vazhduar negociatat për president, nëse me të vërtet kanë vullnet për t'i dhënë vendit president e institucione. Po, në seancë kishim prezent përfaqësuesit e ambasadës amerikane dhe zyrës së Bashkimit Evropian. Është një lajm i mirë, për shkak se alarmi për krizën kushtetuese dhe institucionale ka mrri të ngjallë vëmendjen më konkrete edhe të ambasadës amerikane dhe të zyrës së BE-s. Shteti i Kosovës është një investim i përbashkët i qytetarëve të Kosovës, por edhe i aleatëve tanë ndërkombëtar, dhe sigurisht që nuk është në interesin e askujt që ja don të mirën shtetit Kosovës dhe që ka dhënë çfarë do kontributi për lirinë dhe shtetin e Kosovës, ta shoh Kosovën në këtë gjendje siç po shthurret çdo ditë.
Kështu që prezenca e përfaqësuesve diplomatik është një sinjal i mirë dhe presim që të kemë zërin e tyre prezent në këtë kohë të vështirë në për cilën po kalon Kosova. Meqense ishin prezente, kemi pasur komunikimet më hershme me përfaqësuesi, qoftë në ekran, qoftë zyrës BE-s para se lahet në këtë seancë, shërbetëse definitive. Specifikisht për këtë seancë nuk mund t'ju përgjigjem, mirë po komunikimet me partnerët tonë ndërkombëtar sigurisht që janë pjesë e rregullt e punës së partive politike. Faleminderit.